Shpeshherë, heshtja rreth shëndetit seksual është mbështjellë me një velloturpi ose me keqkuptimin e rrezikshëm se dhimbja është pjesë e procesit apo diçka që duhet thjesht të durohet. Megjithatë, trupi i njeriut komunikon përmes sinjaleve të qarta, dhe dhimbja, e njohur në terminologjinë mjekësore si disparenia, është një nga këmbanat më të forta të alarmit që ai mund të bjerë. Kur një moment që supozohet të jetë burim lidhjeje dhe kënaqësie, kthehet në një burim ankthi dhe shqetësimi fizik. Kjo nuk është thjesht një pengesë kalimtare, por një shenjë që kërkon vëmendje të specializuar klinike. Kuptimi i kësaj dhimbjeje kërkon një zhytje të thellë në anatominë njerëzore, biologjinë e reagimit ndaj stresit dhe kompleksitetin e sistemit endokrin. Nuk bëhet fjalë vetëm për një simptom të izoluar, por për një mozaik shkaqesh që mund të variojnë nga ndryshimet mikroskopike në florën bakteriale e deri te patologjitë serioze kronike. Ndryshimet hormonale dhe atrofia urogenitale. Një nga shtyllat kryesore që mban ekuilibrin e shëndetit intim është sistemi hormonal, konkretisht nivelet e estrogenit. Estrogeni luan një rol kyç në mirëmbajtjen e elasticitetit të indeve dhe prodhimin e lubrifikimit natyral. Kur ky nivel bie, si pasojë e menopauzës, periudhës së paslindjes, gjithëdhënies ose përdorimit të disa medikamenteve kontraceptive, indet bëhen më të holla, më të thara dhe më të ndjeshme ndaj fërkimit. Kjo gjendje, e njohur si atrofia vulvovaginale, shkakton një ndjesë djegjeje ose grisjeje që mund të zgjas edhe pas përfundimit të aktit. Është e rëndësishme të kuptohet se kjo nuk është plagje e pashmangshme, por një gjendje mjekësore e trajtueshme që ndikon drejt për drejt në integritetin e mukozës. Pa lagështinë e duhur, barierat mbrojtëse të lëkurës dëmtohen, duke krijuar mikropulsa që jo vetëm shkaktojnë dhimbje, por edhe rrisin rrezikun për infeksione të mëtejshme. Endometrioza dhe patologjitë e legenit. Në nivele më të thella të dhimbjes, shpesh fshihet endometrioza, një gjendje komplekse ku indet e ngjashme me rreshtimin e mitrës rriten jashtë saj, si në vezore, tubat e fallopit ose indet që rrethojnë legenin. Gjatë penetrimit të thellë, presioni mbi këto zona të inflamuara shkakton një dhimbje të mpret dhe shpuese që shpesh përshkruhet si një goditje e brendshme. Endometrioza nuk është thjesht një cikël i rënd, por një sëmundje sistemike që mund të shkaktojnë gjitje të organeve, azionet, duke bërë që organet e legenit të humbasin lëvizshmërinë e tyre natyrale. Kur kjo lëvizshmëri kufizohet, çdo lëvizje fizike gjatë marrëdhënies mund të tërheqë këto inde të ndjeshme, duke provokuar reaksione inflamatore kronike. Përveç endometriozës, prania e fibromave të mitrës ose kisteve në vezore mund të ushtrojë presion mbi strukturat nervore, duke e bërë aktin seksual të pakëndshëm ose plotësisht të pamundur. Vaginizmi dhe reagimi psikosomatik. Trupi ka një mekanizëm mbrojtës të quajtur vaginismus, i cili përfshin kontraksionin e pavullnetshëm të muskujve të dyshemesë së legenit. Ky nuk është një proces që personi e kontrollon me vetëdije. Është një refleks lufto ose iki lokalizuar në muskujt pubococygjeus. Shkaqet mund të jenë fizike, pasojë e infeksioneve të përsëritura, ose psikologjike, trauma, ankth, apo edukim represiv. Kur trupi e percepton penetrimin si një kërcënim, muskujt shtrëngohen aq fort sa e bëjnë depërtimin ekstremisht të dhimbshëm ose të pamundur. Ky cikël është i vështirë për t'u thyer, pasi frika nga dhimbja shkakton më shumë shtrëngim, i cili më pas shkakton më shumë dhimbje. Trajtimi i kësaj gjendjeje kërkon një kombinim të terapisë fizike për dyshemen e legenit dhe mbështetjes psikologjike për të riprogramuar reagimin e sistemit nervor ndaj intimitetit. Infeksionet dhe pezmatimet e fshehura. Infeksionet nuk shfaqen gjithmonë me simptoma klasike, si kruarja apo sekrecionet e dukshme. Ndonjëherë, një infeksion subklinik si cerviciti, inflamacioni i qafës së mitrës, ose sëmundja inflamatore pelvike, PD, mund të jetë shkaktari i vetëm i dhimbjes gjatë marrëdhënies. Bakteret që udhëtojnë nga vagina drejt organeve të sipërme riprodhuese shkaktojnë inflamacion të indeve të brendshme. Kur qafa e mitrës është e irrituar, çdo kontakt fizik shkakton ndjeshmëri të lartë. Gjithashtu, kushte si vestibulodynia, dhimbja e lokalizuar në hyrje të vaginës, mund të jenë pasojë mbi ngarkesës së mbaresave nervore në atë zonë, shpesh të provokuara nga përdorimi i sapunëve agresiv, reaksioneve alergjike ndaj lateksit ose ndryshimeve në pnë vaginale që lejojnë rritjen e tepërt të florës patogjene. Faktorët anatomik dhe ndërhyrjet kirurgjikale. Nuk duhen anashkaluar as elementet anatomik apo pasojat e ndërhyrjeve të mëparshme. Gratë që kanë kaluar lindje vaginale mund të kenë plagë nga epiziotomia ose grisje që nuk janë shëruar në mënyrë optimale,
duke krijuar një cikatricial, shenjë që është më pak elastik se mishi normal. Po ashtu, pozicioni i mitrës, si PSH, mitra e përmbysur ose retroversioni, mund të bëjë që disa pozicione seksuale të jenë fizikisht të dhimbshme, për shkak të këndit të goditjes në ligamentet mbështetëse. Kuptimi i anatomisë suaj unike është thelbësor. Ajo që funksionon për një trup mund të jetë burim stresi fizik për një tjetër. Adresimi i këtyre çështjeve me një specialist mundëson gjetjen e zgjidhjeve mekanike ose kirurgjikale që rivendosin komoditetin dhe funksionalitetin e plotë. Shënim i rëndësishëm. Dhimbja nuk duhet të normalizohet kurrë. Ajo është një mjet komunikimi i trupit që tregon se një proces fiziologjik ose patologjik kërkon ndërhyrje. Komunikimi i hapur me partnerin dhe konsultimi me një mjek ginekolog janë hapat e parë drejt rrimarrjes së kontrollit mbi shëndetin tuaj seksual. Për të kuptuar plotësisht natyrën e dhimbjes, duhet të shohim përtej simptomës sipërfaqësore dhe të shqyrtojmë mekanizmat e ndërlikuar të dyshemesë së legenit, pelvic flor. Kjo strukturë muskulore vepron si një hamak që mban organet e brendshme, mitrën, fshikëzën e urinës dhe zorën e trashë. Kur këta muskuj kalojnë në një gjendje hipertonie, tensioni i lartë i vazhdueshëm, ata humbasin aftësinë për të lëshuar gjatë eksitimit. Kjo krijon një barierë fizike që e bën penetrimin të ngjashëm me goditjen e një muri të fortë, duke shkaktuar mikrotrauma në indet e buta. Ky tension shpesh nuk është i vetëdijshëm. Ai mund të jetë një reagim ndaj stresit kronik, qëndrimit ulur për një kohë të gjatë, ose madje edhe problemeve me shtyllën kurrizore që reflektohen në zonën e legenit. Sindroma e fshikëzës së dhimbshme dhe cistiti intersticial. Një arsye tjetër mjekësore që shpesh neglizhohet është lidhja e ngushtë me sistemit riprodhues dhe atij urinar. Cistiti intersticial është një gjendje kronike që shkakton presion në fshikës, dhimbje në fshikës dhe ndonjëherë dhimbje pelvike. Për shkak se fshikëza ndodhet direkt para vaginës, presioni fizik gjatë marrëdhënies mund të irritojë muret e fshikëzës tashmë të ndjeshme. Shumë gra e ngatërojnë këtë me një infeksion urinar të zakonshëm. Por nëse dhimbja përsëritet pas çdo marrëdhënieje dhe analizat e urinës dalin negative për baktere, shkaku mund të jetë inflamacioni steril i mureve të fshikëzës. Kjo kërkon një dietë specifike dhe trajtime që synojnë rindërtimin e shtresës mbrojtëse të fshikëzës, pasi irritimi i saj përcillet si dhimbje e mprehtë gjatë aktit. Roli i sistemit nervor dhe kujtesa e dhimbjes. Kur trupi përjeton dhimbje në mënyrë të përsëritur, sistemi nervor qendror kalon në një gjendje të quajtur sensibilizim qendror. Në këtë pikë, rrugët nervore bëhen aq të ndjeshme saqë edhe një prekje e lehtë ose një stimul që normalisht do të ishte i këndshëm, interpretohet nga truri si sinjal rreziku. Kjo është arsyeja pse shumë gra vazhdojnë të ndjejnë dhimbje edhe pasi shkaku fizik, si PSH. Një infeksion kërpudhor është kuruar plotësisht. Truri mban mend dhimbjen dhe dërgon sinjale mbrojtëse paraprake. Trajtimi i kësaj faze kërkon një qasje multidisiplinare, ku përfshihet fizioterapia e legenit për të rizbuluar ndjesitë pa dhimbje dhe për të thyer ciklin e ankthit që ushen shtrëngimin muskulor. Ndikimi i medikamenteve dhe stilit të jetesës. Përveç patologjive, edhe element të përditshmërisë mund të kthehen në faktor rreziku. Disa lloje të antidepresantëve, antihistaminikët për alergjitë dhe madje edhe disa lloje të sapunëve apo detergjenteve të rrobave mund të ndikojnë në pënd dhe lagështinë e mukozës. Thatasia vaginale e shkaktuar nga medikamentet krijon fërkim mekanik që çon në djegje. Nga ana tjetër, pirja e duhanit redukton qarkullimin e gjakut në zonën gjinitale, gjë që mund të ulë reagimin fiziologjik ndaj eksitimit, duke bërë indi më pak të përgatitur për aktivitet fizik. Është jetike që gjatë vizitës mjekësore të diskutohet çdo medikament që po merret, pasi zgjidhja mund të jetë thjesht një rregullim i dozës ose ndryshim i markës së kontraceptivit. Rëndësia e diagnostikimit të hershëm. Anashkalimi i dhimbjes mund të çojë në komplikacione afatgjata, jo vetëm në aspektin e marrëdhënies në çift, por edhe në shëndetin e përgjithshëm fizik. Për shembull, një endometrioz e patrajtuar mund të ndikojë në fertilitet ose të shkaktojë probleme me zorët. Një infeksion i fshehur mund të ngjitet në sistemin riprodhues, duke shkaktuar dhimbje kronike pelvike, që bëhet e vështirë për të menaxhuar më vonë. Prandaj, vizitat e mjeku nuk duhet parë si një moment sikleti, por si një investim në cilësinë e jetës. Shkenca moderne ofron sot teknika si ekografia transvaginale e avancuar, laparoskopia diagnostikuese dhe testet e mikrobiomës që mund të zbulojnë me saktësi milimetrike se ku qëndron problemi. Një perspektivë e re. Intimiteti duhet të jetë një hapësirë sigurie.
Nëse dhimbja është e pranishme, ajo është thjesht një tregues që trupi juaj ka nevojë për kujdes. Njëlloj siç do të kujdeseshit për një dhimbje koke apo dhimbje shpine. Të flasësh për të është hapi i parë drejt shërimit. Për të thelluar kuptimin e këtij fenomeni, është e domosdoshme të shërtojmë ndërveprimin mes anatomisë vaskulare dhe reagimit neurologjik gjatë ciklit të eksitimit. Kur trupi përgatitet për marrëdhënie, ndodh një proces i quajtur vazokongestion, ku gjaku vëshon drejt indeve gjinitale, duke shkaktuar fryrje dhe lubrifikim. Nëse ky proces pengohet nga faktorë si stresi kronik apo problemet e qarkullimit, indet mbeten të ftohta dhe të pashpënditshme, gjë që e bën çdo kontakt fizik të ndjehet si fërkim mbi lëkurë të dëmtuar. Kjo nuk është thjesht një çështje dëshire, por një reagim biomekanik që kërkon kohë dhe sinkronizim të plot mes trurit dhe sistemit hormonal. Sindroma e mbingarkesës nervore dhe vulvodynia. Një nga gjendjet më misterioze dhe shpesh të keq diagnostikuara është vulvodynia. Kjo është një dhimbje kronike që zgjat mbi 3 muaj dhe nuk ka një shkak të dukshëm si infeksioni apo tumori. Mjekësia e sotme e klasifikon këtë si një lloj neuropatie, ku mbaresat nervore në hyrje të vaginës janë tepër aktive. Për një grua me vulvodynia, edhe veshja e pantallonave të ngushta apo përdorimi i një tamponi mund të jetë i dhimbshëm. Gjatë marrëdhënieve, kjo dhimbje shndërrohet në një ndjesi djegjeje të fortë, si acid mbi lëkurë. Trajtimi i kësaj gjendjeje shpesh përfshin medikamente që qetësojnë sinjalet nervore, si dhe dieta që reduktojnë oksalatet në urinë, të cilat mund të irritojnë më tej indet e ndjeshme. Roli i sistemit imunitar dhe alergjive të fshehura. Shpesh harrojmë se vagina është një mjedis mukozal, një lloj si brendësia e gojës apo hundës, dhe si e tillë është tejet e ndjeshme ndaj alergjenëve. Dermatiti i kontaktit mund të shkaktohet nga substanca që ne i konsiderojmë të padëmshme. Lateksi i prezervativëve, spermicidet, parfumet në letrat higjienike, apo edhe proteinat e pranishme në lëngun seminal të partnerit, një gjendje e rrallë por reale e quajtur mbinjeshmëria ndaj plazmës seminale. Kur sistemi imunitar reagon ndaj këtyre substancave, ai liron histamin, e cila shkakton ëndje dhe mikrorritje të temperaturës lokale. Kjo gjendje e bën indin jashtëzakonisht të brisht, duke çuar në dhimbje gjatë dhe pasaktit që mund të zgjas me ditë të tëra. Pasojat e lindjes dhe riparimi i indeve. Për gratë që kanë kaluar lindje, dhimbja mund të jetë e lidhur me ndryshimet strukturore që ndodhin në legenin e vogël. Edhe nëse nuk ka pasur grisje të dukshme, ligamentet që mbajnë mitrën mund të jenë të lëshuara ose të tensionuara në mënyrë asimetrike. Ky ekuilibër bën që gjatë penetrimit, mitra të lëviz në drejtime që tërheqin këto ligamente, duke shkaktuar një dhimbje që ndjehet thellë në bark. Fizioterapia e specializuar pas lindjes nuk shërben vetëm për tonifikim, por për të rregulluar pozicionimin e organeve dhe për të zbutur indet cikatriciale që mund të kenë krijuar pika trigger, pika të nxehta dhimbjeje brenda kanalit vaginal. Strategjitë e trajtimit dhe hapat e parë drejt zgjidhjes. Zgjidhja mjekësore fillon gjithmonë me një diagnostikim të saktë që ndan dhimbjen sipërfaqësore nga ajo e thellë. Nëse dhimbja është në hyrje, fokusi shkon te dermatologjia gjinitale dhe menaxhimi i muskujve të sipërm. Nëse dhimbja është e thellë, kërkohen ekografi dhe analiza hormonale. Disa nga trajtimet më efektive përfshin dilatatorët vaginal. Përdoren në mbikëqyrjen e fizioterapistit për të mësuar muskujt të lëshohen gradualisht. Kremrat me estrogen lokal, për të rikthyer trashësinë dhe shëndetin e mukozës, pa ndikuar në nivelet hormonale të gjithë trupit. Terapia biofeedback, një teknikë që ndihmon pacientën të shohë në ekran se si tensionohen muskujt e saj dhe të mësojë të kontrollojë atomeve të dije. Ndryshimet dietike, reduktimi i sheqernave dhe ushqimeve inflamatore që ushqejnë kërpudhat, candida dhe irritimet kronike. Trupi juaj nuk po ju tradhton, ai po ju mbron. Dhimbja është një mekanizëm mbrojtës që thot ndalo. Diçka nuk po shkon. Duke i dhënë vetes lejen për të kërkuar ndihmë profesionale, ju thyeni jo vetëm ciklin e dhimbjes fizike, por edhe barierën e izolimit emocional që shpesh shoqëron këtë problem.